për herë të parë nuk evidentohet as edhe një rast i vetëm i keq trajtimit të personave që mbahen në institucionet tona. Natyrisht unë prapë inkurajoj të gjithë të burgosurit, sepse ka raste kur ka ankesa dhe ato trajtohen në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe nga komisionet e shërbimit korrektues, por edhe nga inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë. Por fati i mirë është që neve monitorohemi 24 orë edhe nga mekanizmi kombëtar për parandalimin e torturës, i cili funksionon në kuadër të avokatit të popullit, por që edhe vetëm para disa javësh kishim në vizitë mekanizmin evropian CPT-n, i cili është mekanizëm monitorues mbikëqyrës i sistemit evropian të burgjeve, edhe nga ky mekanizëm presim që të publikohet raporti, sepse këta në shumicën e rasteve monitorimin e bëjnë një herë në 5 vite. Gjatë takimit që kemi pasur në përmbyllje të kësaj vizite, ka rekomandime për disa detaje që neve jemi duke kryer që janë detyrat e shtëpisë. Natyrisht që rekomandimet e tilla i kemi pasur edhe nga avokati i popullit, po ka disa gjetje që krahasu me vizitën e fundit para 5 viteve, ka rezultate të jashtëzakonshme që edhe ata i pranojnë, por që po e presim raportin final, por është dukshëm më mirë. Zoti Tibrani folët për rezultate shumë më të mira se sa në vitet e kaluara për sa i përket programeve dhe rehabilitimit të dënuarve. Cilat janë programet kryesore të rehabilitimit në për cilat kalojnë të burgosurit? Programi kryesor, siç e dini, në momentin kur këta të burgosur pranohen në institucionet korrektuese, është njësia e re e cila është themeluar, njësia për vlerësim dhe klasifikim të burgosurve. Fillimisht aty bëhet planifikimi i dënimit, varësisht edhe prej të kaluarës kriminale, prej personalitetit të burgosurit. Zyrtarët përgjithësisht janë të obliguar ta përcaktojnë se ka ky burgosur duhet të shkojë, në cilën qendër ky burgosur duhet të vendoset, karshi nevojave të këtij burgosuri hartohet edhe plani individual, ku me pas këta përfshihen në programet intervista motivuese, menaxhimi i zemërimit, e shumë programe tjera rehabilituese që funksionojnë në kuadër të shërbimit korrektues, po ashtu edhe siç e potencuam edhe më herët, edhe trajnimet profesionale që mbështeten edhe nga Agjencia e Punësimit, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Familjes tashmë. A ka resurse të mjaftueshme për të ofruar mbështetje psikologjike dhe sociale për të burgosurit? Po, siç dini, në kuadër të shërbimit korrektues të Kosovës janë edhe zyrtarët e lartë për programe rehabilituese që funksionojnë pothuajse në të gjitha qendrat korrektuese, përfshi edhe njësia për vlerësim dhe klasifikim, por që neve kemi bashkëpunim të shkëlqyeshëm edhe me Departamentin Shëndetësor të Burgjeve, departament i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, dhe në kuadër të këtij departamenti funksionojnë apo janë aktive edhe psikologët që kryen një punë të jashtëzakonshme, dhe në rastet kur kemi raste më të komplikuara janë ekipet multiprofesionale, multidisiplinare, të cilët japin rekomandime se si duhet trajtuar sidomos rastet e ndjeshme.